Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte me mjeku në studio do të flasim për trombofilin dhe ndikimin e saj gjatë shtatzanisë. Të ftuar kam doktorin Gëzim Kastrati, ginekolog në Spitalin Amerikan. Mirëmbrëma doktor, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit Lidona për ftesën. Kënaqësi si çdo herë që kemi në studio. Doktor, sonte do të flasim për një temë goxha të rëndësishme, sidomos për gratë, pra edhe për shtatzanisë, për mbarvajtjen e shtatzanisë së tyre. Nëse mundesh fillimisht të na tregu çka është trombofilia. Dhe para se të flas direkt për trombofilin, lejoni dy fjalë pak për një lloj ekuilibri në organizëm. Secili sistemi organeve e ka një lloj ekuilibri që në gjuhën mjekësore i themi homeostaza. Edhe në qarkullimin e gjakut e kemi këtë lloj ekuilibri në mes të faktorëve të cilët shkaktojnë mpiksje të gjakut dhe faktorëve që e pengojnë mpiksjen e gjakut. Kur këto faktorë në aspektin cilësor ose sasior janë mangu, kemi mundësi për të pasur rrjedhje gjakut, më tepër se normalja me ose pa shkas. Siç është të rastit të sëmundjaj hemofilis, sëmundja trombocitopenis. E kundra asaj, kur aktiviteti këtyre faktorëve është më i lartë, kemi të bëjmë me mpiksjen binormale të gjakut, e kjo vije drejt te krimi i trombëve brenda gjakut. Pra trombofilia është aftësia e rritur binormale e gjakut për të shkaktuar mpiksje të gjakut te këto pacienta. Po, doktor, a është e lindur kjo apo fitohet gjatë jetës trombofilia? Kemi dy lloje të trombofilisë. Trombofilia e lindur, që është e trashëguar, edhe trombofilia e fituar gjatë jetës. Këtë trombofilia e trashëguar, pacienti lind me to dhe ka një prirje familjare ose gjenetike për të shkaktuar mikroeksese trombotike në enët e gjakut. Të trombofilia e fituar mund të krijohet gjatë jetës, e bëhet fjalë për sindromin antifosfolipidike, ku është një sëmundje autoimune e cila ndikon me rritjen e antitrupat të cilët i sulmojnë disa lipidi, disa yndyrna në enët e gjakut dhe e rrisin rrezikun për të shkaktuar mikrotrombe në enët e qarkullimit të gjakut. Po, doktor, po për nga rrezikshmëria, a janë të njëjta, sikur e lindura, sikur e fituara gjatë jetës, a janë të njëjta pra apo dallojnë diçka? Pjesa përfundimtare është të njëjtë, pjesa përfundimtare. Por sindroma antifosfolipidike që krijohet gjatë jetës është një sëmundje ndoshta më problematike për nëse e marrëm me barazë vlerësojmë me ato të lindur. E kjo e lindur është disa lloje. Kemi disa lloje të cilat disa janë më problematike si faktori 5 Leiden ose V Leiden quhet, dhe disa probleme tjera të trashëguara. Mirë po ekzistojnë edhe disa problematika tjera gjenetike që janë më të ulta për nga aspekti i mundësisë për me kriju mpiksje të gjakut. Por kur shtohen edhe faktorë tjerë gjatë jetës, faktorë të riskut si hipertensioni, hiperlipidemia, obeziteti, jeta sedentare, këtu pastaj e rritin rrezikun për të shkaktuar mikrotrombe në organizëm, edhe të rastet që janë ndoshta më të lehta. Okej. Po gjatë shtatzanisë, doktor, pse ka një rëndësi të veçantë trombofilia gjatë kësaj periudhe për gratë? Shtatzania është vetë një gjendje fiziologjike në të cilën rritet faktorët si nga aspektin cilësor, aso nga aspekti sasior, rriten faktorët e koagulimit të gjakut. Dhe kjo është një mekanizëm mbrojtës për organizmin e gruas, sepse, siç dihet, në lindje hup një sasi gjakut dhe do të ketë rezerva për ta ndalur gjakun. Domethënë, në shtatzani kemi një rritje binormale lehtësisht për mpiksjet të gjakut. E kur një grua shtatzon me këtë afinitet të rritur, është edhe me trombofili, atëherë ky risk bëhet edhe më i lartë. Po, doktor, po a ka simptoma trombofilia, apo shumica e grave kuptojnë veç pas problemeve gjatë shtatzanisë që i ndodhin? Jo, nuk është, paciente nuk vren që ka ndaj simptomë, është paciente komplet normale, është thjesht një devijim i lindur ose i fituar e mbiqjes së gjakut, të cilat i marrën vesh vetëm në screeningje ose i marrën vesh pas pasojave që kemi si rezultati trombofilisë. Po,
Doktor, po a ndikon trombofilia në mundësinë për të mbetë shtatzan, apo veç mundet me shfaq probleme gjatë procesit shtatzanisë? Nuk ka dhënat mjaftueshme që trombofilia ndikon për me parandalu një pacienti për mbetë shtatzan, por gjatë shtatzanisë mund të kemi disa të lashe. Që thash, me faktin që vetë shtatzania e rrit rrezikun për mpiksje të gjakut, një grua me trombofili e ka nivelin edhe më të lartë të aftësisë për mpiksjen e gjakut, në atë par barierën në mes të nanës dhe frytit është një organ që quhet placenta. Në placentë mund të krijohen tromboza, mikrotromboza, dhe varësisht për numrit aty në mikrotromboza, prej enëve të gjakut që përfshihen, mund të ketë edhe efekti pastaj në shtatzani. Gjatë shtatzanisë rrezikohet një formë shtatzania, por njëkohësisht rritet rreziku edhe për tromboza venoze tek nana. Po, i përmende që mund të ketë komplikime, doktor, cilat janë ato komplikime që mund të sjellë tek nana, po edhe tek fetusi? Tek fetusi. Po ndalim tek fetusi. Nëse ajo barriera që ndon nanën për fetusit, placenta, në fillimet të saj ka shumë mikrotrombe, ato mund, mbas mikrotrombe, mbas mbylljes atyre enëve të gjakut, nuk furnizohet, nuk kemi qarkullim gjakut mjaftueshëm në atë pjesë. Dhe pa furnizim gjakut nuk kemi oksigjen dhe nutrient tjerë. Ai ende mbrapa devitalizohet, vdes, nekrotizohet. Kështu ndodhet edhe me pjesën e fetusit, nëse shumë mikrotrombe krijohen atë barrierën mes nanës dhe fetusit që është placenta, mundet që fetusi të vdes dhe të shkojë një lloj aborti. Këto pacienta mund të kenë aborte të përsëritura si rezultat i kësaj problematike nëse paraprakisht realisht nuk e kemi të identifikuar si problem. Problem tjera që ndodhin në shtatzani është në fazat më avonshme, për shkak të këtyre mikrotrombozave zvogëlohet niveli i qarkullimit të gjakut dhe bashkë me ta dhe i substancat që ushqejnë beben. Në mungesë të këtyre nutrientëve vjen deri te zvogëlimi ose kufizimi i rritjes bebes gjatë shtatzanisë. Po ashtu si rezultati i këtyre mikrotrombeve mund të aktivizohet një problematik brenda placentës që mund të shkaktojë preeklampsion tek nana, tek shtatzana. Dhe preeklamsioni është një gjendje që karakterizohet me hipertension të nana, me rritje të kufizuar të frytit, me mundësi për lindje të parakohshme, me dështim të organeve të nanës, e sidomos veshkave, mëlçisë, po edhe pjesëve encefalike të trunit. Është një gjendje e rëndë për nanën nëse ajo fillon në fazat e hershme. Do të thotë, ky është një problem tash i përbashkët edhe tek nana edhe tek fryti. Lindja parakohshme po ashtu konsiderohet problem për frytin. Tek nana mund të ndodhin edhe eksese trombotike për shkak të rritjes së aftësisë së mpiksjes së gjakut, dhe varësisht se cila enë e gjakut përfshihet, atëherë kemi edhe deficitet. Nëse po supozojmë këto mikrotrombe ndodhen në pjesën encefalike, në pjesën e trurit, atëherë deficitet mund të jenë të ndryshme. Qoftë në paraliza të ndryshme, varësisht se në cilën qendër e prej ka mikrotromb, mund të kemi probleme me të folur, probleme me shikim, probleme me lëvizje. Nëse ndodhin këto mikrotrombe në mushkëri, mund të kemi probleme me frymarrje në zemër, probleme me zemër, infarkt në zemrës. Domethënë, këto janë ato problemet që mund të ndodhin tek nana, e ato më herët që përmenda tek fryti. Po, doktor, bazuar krejt këto që apo i thoni, a është trombofilia një prej shkaktarëve kryesor i aborteve spontane? Jo, nuk mund të themi që është shkaktar kryesor, është shkaktar që kontribon, ka shumë faktorë tjerë që mundin me shkaktu aborte. Sidomos abortet të tërmujorit të parë, abortet e hershme, nuk kanë lidhjen me trombofilinë. Abortet e mëhershme shkaktohen më tepër si pasojë problemeve gjenetike, të cilat mund me qenë de novo në probleme gjenetike të reja, ose problemet tjera që janë problemet imunologjike, problemet infektive, problemet e anomalive të lindra ose të fituara të mitrës që një grua mund të ketë. Domethënë ekzistojnë shumë shkaktarë tjerë që shkaktojnë aborte. Trombofilia më tepër shkakton aborte në tërmujërën e dytë, ose duke filluar nga java 8, java 10, 12, shtatzanisë kështu me radhë, dhe probleme më të mëvonshme në shtatzani, qoftë aborte, qoftë kufizime të rritjes fetale.
Pra nuk shkakton në 3 muajin e parë, mund shkaktoj pak më vonë, pra edhe kur fryti fillon të rritet edhe të formohet, ndoshta. Nuk e kemi një kufi të qartë se kur fillon trombofilia të ketë efekt, po zakonisht fillon ka java e 8, java 10, java 12 të tutje me pas efektin më të lartë trombofilia. Kur abortet ndodhen me një fazë më hershme, duhet të lypen shkaktar tjerë. Po. Doktor, po një gru që ka pas abort spontan, pra gjatë shtazanis, a duhet me i bo pa tjetër analizat për trombofili, nëse nuk ka ndonjë dyshim doktori ose edhe vetë gruaja në këtë rast? Jo gjithherë. Nëse një gru ka pas abort spontan, si dhe mos fazat hershme, ai mund të jetë komplet një pjesë natyrale. Abortet janë bukur të zakonshme në specien njerëzore, dikun me statistika çdo 4 shkon abort. Kështu që nëse kemi vetëm një abort spontan që ka ndodhur fazat hershme, në Mjekësinë bashkore nuk rekomandohet hulumtime të thella dhe nuk rekomandohen as paneli analizave të trombofilisë. Doktor, po si trajtohet trombofilia gjatë shtazanisë, edhe a ka nevojë çdo grua me trombofili për heparin? Trajtim nëse kemi plot paciente të cilat identifikojnë mbasi kanë kryer karrierën e tyre në aspektin e riprodhimit, që identifikohen me trombofili qoftë të lindur, qoftë të fituar. Kjo është një tregues që jo çdo grua me trombofili do të ketë përfundim të keq të shtazanisë. Por gratë të cilat kanë pas aborte, kanë pas eksese trombotike gjatë jetës, gratë të cilat kanë histori familjare për eksese trombotike, janë ato pacientet të cilat konsiderohen me risk dhe duhet hulumtu edhe në aspektin e trombofilisë. Jo rutinë, se pak egzagerohet ndoshta kjo paneli trombofilisë dhe analizat, qoftë edhe me një abort të vetëm, dhe kjo sigurisht ndikon ndoshta te disa pacientë marrin shumë afër zemrës dhe shumë me stres, normalisht që humbje për ta është dhe ne nuk i dëshirojmë humbjet, por për shkak të stresit të lartë pacientët qysh në abortin e parë dëshirojnë që këtë analizat e mundshme t'i bëjnë. Edhe disa për doktorave normalisht që shkruajnë edhe panelin trombofilik në kuadër të hulumtimeve të përgjithshme. Pa ka nevojë, mendoj që nuk ka nevojë, sepse jo çdo herë trombofilia është shkaktare e aborteve të mundshme. Doktor, po nëse diagnostikohet me kohë, mund të parandalohet humbja e shtazanisë? Po, nëse diagnostikohet me kohë, në mjekësi nuk kemi një shkencë eksakte ku 100% garantohet, por preventivet dhe masat që merren për të parandaluar mpiksjen e gjakut në shumicën e rasteve janë efektive. Kemi plot pacienta që janë identifikuar me vonesë ndoshta pas 3 më shumë humbjeve dhe janë trajtuar dhe janë me sukses dhe kanë jo vetëm një fëmijë, por edhe më shumë shtazani të suksesshme. Kështu që parandalohet. Bënë pyetje më herët për trajtimin. Trajtimi bëhet përmes barnave, të cilat ne i quajmë barna antiagregante dhe antikoagulante. Është aspirina me doza të vogla dhe heparina me peshë të ulët molekulare. Këto janë barna që e pengojnë agregimin ose ngjitjen e trombociteve dhe në formë e mundsojnë lëvizshmërinë më të rrjedhshme të gjakut në përrinët të gjakut dhe tek fetusi, tek fryti. Doktor, po tek një gru me trombofili, a mund të flasim për një shtatzani normale, pra a mund të vazhdoj shtatzania deri në fund nëse i bën kontrollat me kohë, i merr ilaçet që ju i përshkruani, si shkon shtatzania një gruaje kur ka trombofili? Normalisht kjo është paciente që ne i konsiderojmë pak me high risk, me risk të lartë për mundësi të problemeve gjatë shtatzanisë. Duke qenë që është high risk, kjo paciente ka nevojë për kontrolla në intervalet rregulla kohore, për analiza në intervalet rregulla kohore, për terapin dhe varësisht për nivelit të riskut, ne do të shkojmë me njërin nga barnat me aspirinën, me heparinën me peshë të ulët molekulare që në popull më shumë njihet si fraksiparin, por edhe aplikimi i tyre do të bëhet me kujdes, sepse të disa gra mund të kenë efekte anësore, mund të çrregullojnë faktorët e koagulimit të gjakut, mund të shkaktojnë uljen në nivelit të trombociteve, kështu që duhet si të veprohet në këtë rast? Në rastet e tilla duhet të jepen të zvogëlohet doza e barnave që ne i dhajmë, të monitorohet gjendja nga afër e pacientes, të monitorohet tensioni i pacientes, të monitorohet rritja fetale, uji i bebes, lënguamnial që njihet, të monitorohet edhe qarkullimi i gjakut tek fryti.
Po, doktore, përmender riskun e lartë, pra rrezikun e lartë nga trombofilia gjatë shtatzanisë. A do të thotë që një grua me trombofili ka me pas secilën shtatzani me rrezik të lartë? Realisht po, një grua që është diagnostikuar me trombofili, trombofilia mund të jetë e fituar ose mund të jetë e trashëguar dhe ajo është aty. Dhe përderisa është aty, ajo është risku është i lartë për shkak të efekte anësore si rezultati të trombofilisë. Por pacientat që e kanë zakonisht një shtatzani të suksesshme janë të përgatitur e dinë se si duhet të kontrollohen, se si duhet të përcjellin vizitat në intervale kohore në mënyrë të rregullt, janë të përgatitur edhe për analizat, të cilët ne i kërkojmë në intervale të rregulla kohore. Këto paciente janë bukur të mira në aspektin e punës me to, për arsye se ato përgatiten dhe vinë janë strikte në vizitat e tyre. Kështu që edhe suksesi nuk na mungon. Po, pra pas trajtimit shtatzania mund të shkojë në rregull, nuk ka në shumicën e rasteve ne e bëjmë një farë borna që i dhemi të bëjmë një analogji, është një lloj rrufe pritësi, e parandalon krijimin e mikrotrombeve dhe mundson qarkullimin normal të gjakut, si tek nëna ashtu edhe tek fryti, dhe në raste të tilla kemi zakonisht shtatzani të suksesshme. Po, doktora, mund të flasim për trajtim para shtatzanisë. Ndoshta një mbikëqyrje ose kontrollim që mos ketë probleme gjatë shtatzanisë, apo problemet janë të papritura, mund të vinë në çdo kohë. Varësisht për riskut. Jo gjitha pacientët kanë risk të lartë. Disa pacientë që kanë risk të ulët nuk kanë nevojë të trajtohen para shtatzanisë. Po kemi pacientët të cilat kanë pas eksese tromboembolike, ato janë pacientët të cilat duhet edhe gjatë jetës të marrin doza të ulta të aspirinës, ndoshta edhe dozat e ulta të fraksiparinës me peshë ulët, heparinës me peshë ulët molekulare. Këto pacientë duhet me risk të lartë duhet të trajtohen qysh para shtatzanisë dhe ndoshta të rritën dozat qysh në fillimin e shtatzanisë. Do të bëhet një monitorim strikt. Përderisa në anën tjetër pacientët që kanë risk më të ulët, ato trajtimin e fillojnë në rastin kur pacientja merr testin e parë që është shtatzan ose konfirmimin e parë përmes ultrazërit që ajo është shtatzan. Po, a ekziston rreziku për trombozë edhe pas lindjes të këto gra me rrezik më të lartë? Natyrisht po. Periudha e lehonisë është ajo periudha që organet e pacientes ndryshojnë nga gjendja se si kanë qenë në shtatzani, se shtatzania i ndryshon krejt organet, në gjendjen si para shtatzanisë. E kjo periudhë zgjat mesatërisht 4 deri në 6 javë, por në librat e vjetra thuhet deri në 12 javë. Kështu që 4 deri në 6 javët e para, akoma niveli i faktorëve të cilat mund të shkaktojnë piksje të gjakut, akoma është i lartë dhe gratë lehona. Kështu që është e domosdoshme trajtimi i pacientëve me rrezik të lartë edhe në periudhën e lehonisë, sidomos 4 deri në 6 javët e para. Po, pra doktor, nëse një grua gjatë shtatzanisë ka pas komplikime për shkak të trombofilisë, edhe pas shtatzanisë mund të ndryshojë jeta saj përket kësaj çështje. Mund të ketë probleme shëndetësore nëse nuk i menaxhon, nëse nuk i kontrollon në mënyrën edhe kohën e duhur. Pas shtatzanisë. Pas lindjes, po, pas lindjes. Normalisht që po, mund të ketë eksese trombotike edhe ato me risk të lartë në paciente mas shtatzanisë nëse ka dhe trombofili, por me një kujdes të shtuar. Risku më të lartë ti përmeni një kategori e pacienta, mund të kenë pacientat të cilat kanë linë në rrugë operative, pacientat që një kohë qëndrojnë më shumë shtrirë në shtrat, pacientat që kanë edhe hipertension, pacientat që kanë hiperlipidemi, pacientat që janë obeze, pacientat që janë duan pirse. Këto kanë risk më të lartë që të ndodhin eksese trombotike edhe mbas lindjes. Pacientat të tjera, të cilat lëvizin më shumë dhe nuk kanë faktor tjetër të riskut, kanë risk më të ulët. Sidoqoftë, pacientat me trombofili duhet të mbikëqyren edhe në periudhën, sidomos në periudhën e hershme të lehonisë. Pastaj ndjekja këtyre pacientave me risk të lartë bëhet pas periudhës së lehonisë nga ana e hematologut. Hematologu vlerëson që a duhet një pacient të merr në mënyrë të vazhdueshme barna që janë antiagregantet aspirina ose heparinën me dozë të ulët molekular. Ajo caktohet në bazë të analizave dhe riskut që vlerësohet nga ana e hematologut. Po, doktor, po foshnja, nëse nana ka pas probleme me trombofilin gjatë shtatzanisë, a janë këto rastet kur trashëgohet, apo jo patjetër çdo foshnjë që nana ka pas probleme e trashëgon trombofilin? Jo çdo herë trashëgohet trombofilia, por këto foshnjë kanë risk të lartë me trashëgu, por jo efekte anësore për
trombofili më njëherë foshnjë. Zakonisht këto probleme nuk njihen në periudhën e hershme të foshnjëve dhe të fëmijërisë. Në rritjen e moshës rriten edhe shkaktarë tjerë të cilët e potencojnë ndoshta biksin e gjakut, si është obeziteti, hipertensioni që vinë në mosha madhore, jo në mosha të fëmijërisë. Kështu që të fëmijë zakonisht nuk kemi të lashtë. Pra nëse gjatë shtazanies një gru ka pas komplikime për shkak të trombofilisë, pas lindjes foshnja është mirë, është në qendje të mirë shëndetësore. Zakonisht po, zakonisht është e shëndetshme dhe nuk është trombofilia që ndikon te fëmia. Mund të ndikojë te ato raste kur kemi kufizim të rritjes frytit, si rezultati i kufizimit të rritjes frytit, si rezultati i lindjes së parakohshme, fëmijë foshtit mund të kenë ato të lashët me frymarrje, të lashët me papjekuri kur ato vinë para kohe. Por nëse një shtazan arrin të përfundojë shtazanin me kohë, nuk ka kufizim të rritjes intrauterine, nuk ka të lashë gjatë shtazanisë, zakonisht ato fëmijë janë të shëndetshëm. Okej. Doktor, nëse nuk jeti diçka tjetër më shtu për fond, unë ju falenderoj shumë që ishi sonte në shenjtë. Kisha dashur me shtu të gratë që diagnostikohen me trombofili, ose ato që kanë aborte, nuk duhet të traumatizohen, nuk duhet të tmerrohen nga ky informacion, sepse ka trajtim. Si sëmundje nuk duhet të neglizhohet, po as të friksohemi. Në kohën moderne, pothuajse ka trajtim për shumë problematika, sidomos për trombofilinë. Po, pra ekzaminimi me kohë, edhe trajtimi me kohë dhe komplikimet më të vogla. Shumë më të vogla, shumë më të vogla. Mos tham fare vake. Po, faleminderit doktor. Faleminderit për ftesën. Shëndet. Shikues të dashur, ju faleminderit që na ndoqët intervistën e plot, e gjeni edhe në kanalin zyrtar të 7 në YouTube. Ne takohemi sërish të dielën e ardhshme nga ora 21:30 deri atëherë, paqë shëndet.